Mirova Arpacik, sonde numër papat vogël, na kushtu nga bimën, po që ta që jemi sonde dot, Milonzar, me bërtita me knu. Pa unë shumë po, eftojmë rosterin e ekipit të Borës, eftojmë kapitenin me numër 34, Amin Hak, me numër 4 me Rosit, me numër 6 numër 7 me Medin, 8 Mlona, 9 Gjerë Cecilin, 10 Alex Hunter, 13 Shaman Gjurë, 23 Edhe shkojmë me ekipin e bashkimit. Me numër 6, eftojmë kapitenin Valjan Kurgjaku. Me numër 2, Fiz Jashari. Me numër 3, Tijek Vikester. Me numër 7, Shenan Shorter. Me numër 8, Ike Ramo. Me numër 10, Besim Kytyshi. Me numër 11, Aizia Kazës. Me numër 13, Leton Qeçaj. Me numër 20, Lakuan Lej. Me numër 22, Deridon Ismaili. Me numër 23, Mohamed Ali Rajeva. Edhe me numër 24, Nezor Cecili. Mbrëma dhe përshëndetje nga palestra Seza Isuroj në Prishtinë, ku do t'jemi bashkë për të përcjell takimin në mes të Bashkimit dhe Borës. Kjo në kuadër të Superligës. Ishëm ditë më parë me takimet e kupës, ndërsa do të shohim sonte çfarë do të na sjell kjo përpallje në mes të këtyre dy skuadrave. Sa i përket të peshqeve startuese tek skuadra Musafire e Borës, peshqa përbëhet nga Rezart Mehmeti, Alex Hunter, Shaquan Jules, Lance Thomas dhe Amin Hot, për derisa në anën tjetër tek Niko Qirët. Trajneri Jovic e nis takimin me Valjan Bunjakun, që është kapiteni skuadrës, Sharon Shorter, Cousins, Daquan Lake dhe me numrin 27 Lejson Zeqiri. Sa i përket kampionatit momentalisht dhe Superligës Kosovës në basketbol, skuadra e Bashkimit për momentin është në pozitën e dytë, Bora në pozitën e parafundit, përderisa
kur jemi tek ndeshjet e fundit në kuadër të Superligës. Në gjiron paraprake, Bashkimi morë një fitore me rezultat 8 të ngushtë ndaj Pejës, ndërsa skuadra e Borës unë poshtën nga Golden Eagle Ylli. Përndryshe, treshja e gjyqtarëve sonte përbëhet nga Ngalnim Shabani, Ekson Maloku dhe Aron Laja, ndërsa përndryshe përballja e kaluar në mes të Borës e Bashkimit u mbyll me fitoren e Prizrenasve me rezultat 69-89. Ishte kjo diku drejt fundit të nëntorit të vitit të kaluar. Në sezonin e shkuar prej 4 përballjeve, 3 pa takuar Bashkimi, 2 prej cilave në Sezai Suroj. Do të shohim eventualisht do të arri Bora që të marrë fitoren e parë në këtë palestër. Për kundër formës së mirë të skuadrës Prizrenase. Ja dhe grafikisht po isheni 5 startuese tek të 2 skuadrat. Për pak qaste do të nisë kjo sfid. Shohim edhe trajnerin e Bashkimit, Igor Jovovic. Në anën tjetër Zoran Kashqelan, i cili mori fitoren në ditë më parë kundër skuadrës Ravecit në Krishtet në kuadër të Kupës.
Shohim ka nisur takimi, aksioni parë për Prizrenasit. Dhe pikën e para, cilat shënohen nga Lake, e përsia fillestare e Prizrenasve në këtë start. Shohim këtë tentim nga gjysmë distanca e pikët nga Cousins. Në anën tjetër në layup i suksesshëm edhe nga Bora. Pikët e Thomas. Amin Hot, kësajnat pasim aty. Vin pikët e Jules. Rezultati parabart në këtë fillim, dy skuadrat që arrin të shfrytëzojnë aksionet. Shohim Bunjaku tani. Pikët e radhës nga Lake. Amin Hot. Gjuajtja për 3, nuk ka pik Lake me të rikuperim të topit me njerë për Bunjakun atje. Shorter, kemi faulin e Alex Hunter. Shohim tentoj një alley-oop aty me Jules. Por aksioni radhës për
bashkimin e pikët që vinë nga Bickerstaff, inkuadruar para pak qasteve në parket. Në anën tjetër Amin Hot për 3, nuk ka shënim. Kanë marrë topin aty skuadra e bashkimit. Shëntal loja, kemi faulin. Shojmë aksion e radhës nga bashkimi Zeqiri, sakt aty. Bickerstaff me asistimin. Amin Hot, edhe njerë për 3, nuk ka saktësi. Bura që në fakt qalonte edhe në takimin e kupsa i përket gjuatjeve për 3 pikë. Duket edhe sonte do ta kenë mangësi këtë gjë të paktën deri më tani në këtë çerek të parë. Përsëri një tjetër tentim i pa suksesshëm për 3 pikë. Bickerstaff që shënon me faul. Pikët që do të pranon dhe do të ketë një endvan një gjuatje të lirë Bickerstaff pas këtij fauli. Përndryshe tek skuadra e Borës patëm një ndrim. Marin topin Prizrenasit Bunjaku, mundohet në fund të shojë një asistim për Shorter, por vlerësohet se ishte out dhe topi do tjetë për skuadrën e Borës. Në fakt me gjithat, edhe pse pati ankesat, duket se ishte out për bashkimin. Por tani ma Zeqiri ka shkelur vina outit dhe do të kemi 24 sekund shtëri për skuadrën e Borës. Është Hunter që drejton aksionin në Jules. Jules shkon në layup deri në fund dhe shënon me faul. Personalja e Lejson Zeqirit. Shojmë tani aksion në radhës të bashkimit. Bickerstaff insiston aty, nuk shëlan edhe pse rikuperon topin, me gjithat ndrojtje mire e Borës, Bunjaku që ndalë, pastaj Hunter në atë tranzicion. Është kjo personalja e parë e Valon Bunjakut. Shojmë këtë tentimi pas sak nga Bora. Do të thënë shumicën e pikve deri më tani tek skuadra e Borës i ka shënuar Jules. 10 prej 12 pikve janë nga
Shaquan Jules. Tentimi aty i pa suksesshëm nga Cousins. Dalje mirë aty e Porës, por kemi faulin në fund pas asistimit të Cheese në Lance Thomas. Duket se ishte personalja e Meriton Ismailit. Ismaili nuk ka tresha aty, Thomas merr topin. Gjuajtja kësaj radhe suksesshme për 3 pikë. Cheese. Kojmë një tjetër tentim për 3. Quajtja e 6 jashtë perimetrit, vetëm njerë kanë qenë sakt, pikërisht me Cheese deri më tani Bora. Që është interesant, pak tentime jashtë perimetrit nga Bashkimi. Një quajtje e cila ishte suksesshme më herët. Loja tyre e koncentruar kryesisht në quajtjet për 2 pikë, pra brenda perimetrit. Shoj Mehmeti, një tjetër tentim i plogësht. Dhe interesant që vazhdojnë të insistojnë lojtarët e Borës në këto quajtjet për 3 pikë për kundër efikasitetit të ullët. Kthejen Jules Amin Hot tek skuadra e Borës në parket. Derisa po përcjellim aksionin e radhës të Prizrenasve.
Janë sekundat e fundit të çerekut të parë. Edhe një qiz për 3, po suksesshëm. Ishin momentet e fundit dhe mbyllet çereku i parë 20-18. Përkundër efikasitetit ullet nga distanca për skuadrën e Borës, duhet thënë që Ajdin qa, kom vendosur me ndru tekstin kongës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra përkundër efikasitetit ullet Borës për 3 pikë. Nuk kanë qenë dobët në tentimet për 2. Në fakt 6-9, 66% kundrejt Bashkimit që janë në 58, 7-12. Kjo dhe pak e çuditshme sa i përket koncentrimit të lojtarëve të Borës që quanin nga distanca kur tukshëm kanë efikasitet të mirë brenda perimetrit dhe vetëm falja saj edhe kanë arritur që ta mbajnë këtë diferencë në vetëm 2 pikë, në anën tjetër 2-2 nga distanca skuadra e Bashkimit me Lejson Zeqinin dhe Mvamu nga një treshe. Ajo që është interesant tek turnoverat apo topat e humbur 5 me 1, pra shumë gabime në këtë aspekt nga Bashkimi. Cilo që tjetë ishën ato vetëm 10 minutat e para, shojmë në vazhdim tani të ndeshjes sa do të ndryshojnë gjërat tek Ventasit. Skuadra e Bashkimit që me një në fillim të sezonit vuri një kandidatur serioze sa i përket titullit me atë serin fantastike. Pa humbje deri në fakt kur u thuan në Gjakove që për ironi ishte komentimi imi parë këtë sezon dhe në fakt dhe ndeshja e pare trajnerit të një të vllaznimit ku morën fitore duke shkaktuar humbjen e parë Bashkimit. Kemi faulin aty në Muhamet Ali Anjevën. Personalja e Amin Hot. Kthehet Thomas në parket tek Bora. Gjuajtja për 3, nuk ka pik aty. Duket se kishte shkelur vina utit Bickerstaff. Nis aksioni i ri për Borën. Schultz, pasime mirë nga Hot. Nuk e shfrytëzojnë atë aksion Bora në anën tjetër Bickerstaff shkon nga koshi në kosh.
Lufta e Bunjakut, aty marrin topën Bora përmes Qizve. Vin këto pikë tani që janë edhe pikët e para në këtë qerek të dytë, duke u parazuar rezultatin në 20-20. Pas 2 minutave fatësi për Bashkimin, vjen kjo treshe. Dojnë faulin aty nga Thomas në Bickerstaff. Ka pretendim për faul jo sportiv. Kthehet Lejson Zeqiri në parket, largohet Janjeva, në anën tjetër Hunter tek Bora në vend të Tyler Cheese. Bunjaku. Temi sakt nga Shorter. Pika e 5 personale. Kemi timeoutin tani pasoj serie të sukseshme prej 7-0 për Bashkimin, duke krijuar edhe e përsit maksimale deri më tani Prizrenasit prej 7 pikëve. Loja pas timeoutit që u kërkua nga Kashqelan. Hunter interceptohet ai pasim nga Bickerstaff, me njerë pasimi për Bunjaku në anën tjetër. Shkon në lay-up dhe pikët nga Shannon Shorter. Pika 7 personale Shorter. Është me lojtarëve që ka shënuar shumicën e pikëve në këtë qerek. Në anën tjetër Hunter për 3, nuk ka pikë aty. Bunjaku nuk lejon rekuperimin, një back pass aty për Shorter, i cili quan për 3, por do të kishte qenë një realizim fantastik, po të shënonte aty Shorter pas atij pasimi nga Bunjaku. Gjithsesi tani Amin Hoxh që organizon të aksion Jules deri në fund dhe vin pikët
Pika e 12 personale e Jules. Në anën tjetër dalje shpejt nga Bashkimi dhe Shorter me 2 pikë në radhës për ta mbajtur avantazhin. E vjen tani treshja e shumë kërkuar nga basketbolistët e Borës. Vetëm 3 pikë dytë pas 12 tentimeve. Por tani kjo seri Express 5-0 që detyron trajnerin Jovic të kërkoj time-out për Bashkimin. 31-27 kushtohet nga 9 në vetëm 4 pikë disavantazhi tani pas serisë prej 5-0 për Borën. Të shohim për momentin edhe realizatorët më të mirë tek të dy skuadrat. Shorter që pikët e shënuara në këtë çerek 9 prej tyre. Anën tjetër vazhdon të jetë Jules me 12 pikë. Dhe tani vin pikët për më shumë një treshe për Bashkimin. Shkëputën në plus 7. Jemi diko në gjysmën e çerekut të dytë. E deri më tani loj mjaft e shpejt me jo dhe shumë faula çfarë jemi mësuar të shohim në ndeshjet e fundit. Një ritëm goxha i mirë i lojës për të dy skuadrat, ku secila prej skuadra po kanë momentin e tyre pozitiv me seri. Tani vjen kjo treshe këtu nga Hunter. Skuadra e Borës që po mundohen ta mbajnë disavantazhin sa më të kurrë që është e mundshme, duke mos lejuar shkojnë në 2 shifror, siç ishte rasti pak më herët kur u afruan epërsi 2 shifrore Bashkimi tek epërsia prej 9 pikëve, por pasaj patamat serin prej 5-0 që detyroi edhe time-outin e trajnerit Jovic. Shohim në vijnë e quajtjeve të lira Cousins. Është vetëm basketbollisti i dytë tek Bashkimi në vijnë e quajtjeve të lira. Kujtojmë Bickerstaff ishte më herët i vetmi me 3 quajtje, 2 për cilave i realizoi. Tentoi një pasim për Mehmetin aty. Thomas. Ka një ndrym tek skuadra e Bashkimit, largohet Bunjaku, kthehet Shorter.
11 sekonda ka mbetur për këtë aksion të Borës. Do të nisë loja me këtë rivënje nga Hunter për Qiz. Amin Hot. Hunter ishte i detyruar Gjuaj pasi ishte fundi i aksionit, sido që tjetë rikuperon topin, aty Amin Hot. Dhe mbrojtje e mirë tani nga Bashkimi, dalje shpejta, tranzicion. Pasimi deri tek Lejson Zeqiri. Dhe kemi time out. Pra rezultatit 38-30. Shkopotën në 8 e përsi skuadra e Bashkimit me më pak se 4 minuta deri në fund të çerekut të dytë. Nisë në aksion në radhës, Bora pas time-outit. Shojmë Qiz. Gjuajtja Hunter për 3. Tentim interesant ishte ai nga Jules, por nuk arriti ta realizojë në anën tjetër. Janjeva mundohet përmirësohet nga Lejson Zeqiri, nuk shënon asnjëri as tjetri. Qiz me këtë coast to coast dhe shkon deri në fund me pikët e radhës. Tyler Qiz. Pika 8 personale e Qiz. Në anën tjetër kemi faulin në Cousins. Është Ukaj me personalen e dytë. Cousins deri më tani 4 pikë. Vetëm 2 pikë nga loja, 1/4 nga loja Cousins, ku pjesën tjetër të pikëve i ka në tentimet nga gjuajtjet e lira. Qiz. Dojmë qarkullon topi jashtë perimetrit aty Hunter. Vjen fauli. Ka njësë loja. Deri në fund Qiz, me gjithat nuk ka pik aty. Janjeva arrin të ambon topin për skuadrën e Bashkimit. Vjen ky blok në Cousins.
Edhe njerë fluturimi aty nga Jules. Dhe duke që kanë dalur pastaj edhe pas rivënjës aksionin e bashkimit Bora. Shohim Ukaj në një rrotullim, nuk ka pik aty dhe faul që ndala tranzicion të bashkimit. Shohim kemi ndrim të dy fish tek skuadra e Borës. Largohet Ukaj dhe Jules, Aminhat dhe Thomas kthehen në parket. Lejson Zeqiri do t'jetë në vijnë e gjuajtjeve të lira. Shtera e barë për të sonte Zeqiri, 9 pik deri më tani. 4-6 nga loja. 3-5 për 2 pik, 1-1 jashtë perimetrit. Edhe tek bashkimi largohet Zeqirin dhe Mvamu. Kthehet Bickerstaff. Leshon një flotër aty Bunjaku në fund të aksionit, ndërsa dalet Hunter. Qyz, bati ankesa më herët nga banka e Borës. Kërkoni një faul jo sportiv, por tani Qyz që shënon me faul këtu. Do të ketë një quajtje të lirë. Kemi time-outin, 1 minutë e 23 sekonda deri në fund të çerekut të dytë dhe pjesës së parë. E vërsia vazhdon tjetë për Prizrenasi, 41-34. Shohim statistikat e Lejson Zeqirit që vazhdon tjetë realizatori më i mirë tek bashkimi. Në anën tjetër Qyz me pikën e 11, realizatori dytë për momentin pas Jules. Bunjaku, Janjeva përsëri kthen në shohim ky tentim për 3, jo i sakt aty nga Cousins. Marrin topin musafirët me Mehmetin dhe Amin Hot që organizon aksion në radhës për Borën. Kemi 50 sekonda deri në fund të çerekut, 10 për këtë aksion. Tani më në 6. Shohim Thomas.
Ka faul në të, për pak nuk arina të shënoj. Gjithsesi, do t'jetë në vine quajtjeve të lira. Thomas shënon nga vija e gjuajtjeve të lira. 4 pikë vetëm e përsia e Bashkimit për momentin. Tentim aty pas suksesshëm tani. Shojmë, kërkon qetësi, ka shqelan trajneri që të mos nguten në këta akcion, shkojnë deri në fund të kohës. Hunter, Thomas për 3, vjen treshja në pasër, kjo treshe për të angushtuar në vetëm 1 pikë e përsinë e Bashkimit. Treshe që vjen mona finish line të Qerekut të 2 dhe pjesë së parë për rezultatin 21-20. E derisa u lë ta shihoni këtë treshe qasteve të fundit të pjesës së parë të Thomas. Marrim një pushim zakonshëm për 15 minuta për të kthyer me pjesën e dytë nga palestra Sezai Suroi.